Allahun Azza wa Jall e falenderojmë, prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamet Tij dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij të ndershme, shokëve të Tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së Tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka bërë pjesëtar të kësaj fe dhe të këtij dini, fe dhe din e cila është vetëm e pranuar tek Ai që bën dobi dhe fajde në momentin dhe çastin që s'bëjnë dobi malli e as e vladi. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka bërë krijesat e Tij, të cilët krijesa janë nënshtruar Atij me ibadet dhe me adhurim, dhe se përmendemi sot ibadetin dhe adhurimin më të madh shpirtëror që një rob ka mundësi t'ia drejtojë Allahut Azza wa Jall, është mendimi i mirë për Allahun subhanahu wa taala, është bosht i besimit dhe akides dhe tauhidit të vërtetë të shëndosh që robi të ketë mendim të mirë për krijuesin e vet. Dhe se sot ju themi gjithëve besimtarve, gjithëve njerëzve, gjithëve gjunaqarve, eja dhe ktheuni Allahut subhanahu wa taala, pa marrë parasysh se çfarë gjunahe dhe mëkate keni bo, pa marrë parasysh se çfarë gabime keni bo, pa marrë parasysh se sa zullumin e keni bo, eja një dhe kthehuni dhe keni mendim të mirë të Zoti se Ai u afal gjunahet dhe mëkatet. Allahu subhanahu wa taala e urdhëron Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Thuaj o Muhammed, o ju robërit e mi, ja ibad, o robërit e Zotit, Allahu Azza wa Jall, gjunahçarët të cilët e kanë tepruar dhe kanë bën masraf gjunahe, ju drejtohet me fjalën robërit e mi, robët e Allahut Azza wa Jall, të cilët e kanë tepruar dhe kanë bën masraf e tepërsi në gjunahe dhe në mëkate. La taqnatu min rahmatillah, mos u dëshproni, mos u plagështoni, mos u lodhni dhe mos keni mendim të ketë se Allahu nuk u afal juve gjunahet. Mos u lodhni dhe mos u dëshproni nga mëshira Allahut Azza wa Jall. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Thot me të vërtetë Allahu i fal që të gjitha mëkatet dhe gjunahet. I fal gjitha gjunahet pa marrë parasysh se çfarë gjunahi ke bo. Dhe këtë ftesë u a bëjmë gjithëve gjunaqarëve, gjithëve neve, sepse kur themi gjunaqar, kemi për qëllim që të gjithë besimtarë, sepse na e kemi bindje të thellë se na të gjithë bëjmë gjunahe dhe gabime, pa marrë parasysh se çfarë gjunahi ke bo. Dhe këtu i përmendmi gjitha gjunahet, kemi parasysh, kemi për qëllim të themi, pa marrë parasysh sa ke bo vrasje, pendohu te Allahu Azza wa Jall. Mos e leo shejtanin që me të bo vezvese, me të bo shive me thonë për katilin nuk ka rahmet edhe për katilin. Ke bo zina, kthehu dhe pendohu tek Allahu Azza wa Jall. Mos ja lejo shejtanit që me të bo vezvese dhe me çtinja pet me bo gjuna e zina, duke mendu ti se s'ka falje për ti. Ke vedh pendohu tek Allahu Azza wa Jall me pendim të sinqert, sepse Allahu vet ka thonë se Allahu është ai i cili i fal që të gjitha gjunat dhe që të gjitha mëkatet. Për këtë shak në hadithin kutsi që e transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Azza wa Jall thot: Ya ibadi innakum tudhnibuna bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba fastaghfiruni aghfir lakum. O ju robërit e mi, thot ju bëjni gjunahe mëkate natën e ditën, hiç pa ndal. Thot kërkoni falje prej meje e unë juve u afali gjunahet. Thot aghfir lakum, sifatul jazm wal qat', në formë të prerë, e të vërtetuar me Allahu thot, gjithsesi pa hamendje mos keni shibe, e ani bëjni istikfar e unë juve u afali gjunahet dhe mëkatet. Përmendni rastin që e përmendin shumë ulema tek Beni Israilit, një rob nga robërit e Zotit i cili 40 vite të plota kishte adhuru Allahun Azza wa Jall. Dhe me këtë duam që t'ju themi disave që gjunaqarin i cili pendohet nuk dojnë me pranu në xhami. Duam të them mesazh atyve se në xhami ka vend për të gjithë, pa marrë parasysh se çka ka bo, pa marrë parasysh se çfarë gjunahi ka bo. Nëse ai ka vendosur që të bën sejdë Allahut Azza wa Jall, nëse ai ka vendosur që të bën tybe, kush jemi na që ati me amshel derën e xhamis? Kush jemi na që me kthi kryt në saf
e me këshir shrem dikan që na ka ardhur me neve në xhami. Vallahi, këto janë pasoja, mbeturina të komunizmit, të cilët pasoja dhe mbeturinë me lejen e Allahut Azza wa Jall, kina miqrënjos nga mezhliset dhe nga safet e muslimanëve. Në xhami ka vend për të gjithë dhe se Allahu Azza wa Jall ai cili fal gjunat, ai ka vendosur që gjithëve gjunaqarëve mu afal gjunat. E kush jemi na që atë gjunaqar mos me pranun mesin ton? Me çfarë të drejtë marrim këtë guxim? Kush na ka autorizu që na gjunaqarëve mos mu aqel derën e xhamis, mos mu aqel derën e komunikimit, mos mu pranu atyve pendimin dhe mos mi trajtu ata sikur që të gjithë njerëzit e tjerë, duke ditë dhe duke qenë vetëdijshëm se na vetë jemi gjunaqar. E si ka mundësi një gjunaqar tjetër mos me toleru dhe mos me pranu në safin e muslimanëve? Ky besimtar 40 vite të plota kishte adhuru Allahun Azza wa Jall me adhurim të plot e të rast me lloj adhurime, e pastaj shejtani i boni vezvese dhe 40 vite tjera e largojnë nga adhurimi. Bile çojnë mëkate të mëdha dhe s'lam mëkat pa e bo. Një ditë prej ditëve, duke u rrugullu para bafqirës, e pa se jo shkrudh ftyra, e pa se ju ka zbardh mjekra dhe flokt, e pa se është lodh dhe tha la ilaha illallah. Tha la ilaha illallah, qenë kam plak, në pas ka vdekja. Tha 40 vite i qova poshtë, në gjunahen mëkate, e i qoj dur të nalë dhe tha, o Allah, o Zot, tha 40 vite të adhurova, 40 vite tjera të bona mëkat. Tha, o Zot, a ka për mu këthim të ti? A më pranon mu prapë si rob tëndin? I tha, dhe i erdhë përgjigja prej Allahut Azza wa Jall, i erdhë përgjigja duke i thonë, kur ishit në adhurim të patëm ngat, dhe kur 40 vite bone mëkate të largum, ama në asnjëherë si am shelim derën ati që do në më kthit e Allahu Azza wa Jall. Ti cili këshirës për çdo ditë në bafqire, a ki po vetën, a ishte se çdo ditë që kalon në mëkate në gjunahe, çdo ditë e ke një ditë më pak nga jeta jote. O vëllezër, kështu mendoni, çdo ditë që e kalon në gjuna edhe në mëkate, një ditë më pak ka mbet nga ymri dhe jeta jote. Ti cili e zbardh, ti cili ke fillu mu krudh, kur kemi lon gjunahet, kur kemi lon hilet, kur kemi lon haramet, ama se ti ishën vonë, jo vallahi vonë e ke. Ti cili je i ri, kur ki fuqi me bo pun të mira, e hajratesh tash kur të ndëgjon shëndeti, kur të ndëgjon takati, kur ke mundësi çdo adhurim me bo, nëse se bon shtash, kur do ta bësh adhurimin? Kur do të plakosh, kur syris ndëgjon, kur komas hec, kur dora s'funksionon, atëherë ti ki me prit që me adhuru Allahun Azza wa Jall. O vëllezër, themi gjithëve gjunaqarëve, duke fillu prej meje, sot e ani kthehuni tek Allahu Azza wa Jall, kërkojni istighfar për gjunat dhe gabimet që i keni bo, e lusim Allahun Azza wa Jall që gjithëve neve të na e fal gabimet, të na e fal gjunahet, ata që i dim, ata që nuk i dim, ata që i kemi bo me vetdi, ata që i kemi bo pa vetdije. O Zot, ti e falë si gjunaheve, na e fal neve gjunahet. O Allah, ti e falë si gjunaheve, na e fal neve gjunahet. O krijuesi jon, ti ai i cili thot, o robër im, kërko prej meje istighfar, dhe na sot të themi, o Zot, prej teje kërkojmë istighfar, na i pranon neve istighfarin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.